HIV kur depërton në trup, depërton brenda në qeliza, I shkatron qelizat imunitare. Personi duhet me qenë infektum për me mujt me u infektu dikush tjetër. PrEP-i sot konsiderohet si mjeti më efikas I parandalimit se deri 99% nëse merret rregullisht, mendohet që PrEP-i ka me ndiku shumë në uljen e prevalencës apo numrit të rasteve me HIV në botë. HIV është një virusi I imunodeficiencës humane, I cili unë e konsideroj si virusin më të mençur ndonjëherë që e ka zbulu njerëzimi, sepse HIV kur depërton në trup, depërton brenda në qeliza, I shkatron qelizat imunitare, të ashtu quajturat qeliza T, hyn brenda, përzihet me materialin gjenetik dhe fillon me e riprodhu vetën. Për atë po e them që është virus I mençëm sepse depërton deri në materialin gjenetik të qelizave, do të thonë njeriut, edhe fillon me e shumëzu vetën edhe I sulmon matutje qeliza tjera, duke ul imunitetin e organizmit edhe duke bën të ndjeshëm për shumë sëmundje, tu I përfshi edhe disa karcinoma të rralla, që mund të çojnë deri në AIDS apo deri në sindromën e imunodeficiencës humane, që është stadi më I avancuar I infeksionit. Stadi final, nëse mundem me thonë kështu. Qysh përhapet HIV? HIV përhapet përmes disa rrugëve. Mundet me u përhap përmes marrëdhënieve seksuale me persona të cilët janë të infektuar, do të thonë duhemi me theksu gjithmonë që personi duhet me qenë infektum për me mujt me u infektu dikush tjetër, përmes transmisionit prej nanës të fëmiu nëse nana është e infektume, në më thonë gjatë shtatzanis ose gjatë gjithënjes apo gjatë lindjes, në më thonë procesit lindjes, edhe me transfuzion të gjakut që është, në më thonë, shumë e rrallë, te na nuk ka ndodhur kur për shkak se gjaku është I sigurt në Kosovë. Qysh prej momentit kur është shfaq infeksionin në botë, gjaku ka qenë gjithmonë I skrinuar për këtë sëmundje dhe përhapet edhe përmes materialeve shpuse, do të thonë gjilpërave apo materialeve tjera shpuse, të cilat kanë qenë në kontakt me gjakun e personit infektuar. Që PrEP-i sot konsiderohet si mjeti më efikas I parandalimit se deri 99% nëse merret rregullisht, edhe sipas përshkrimit, e mbron prej HIV-it. Do të thonë mbi 99%, gati 100% e parandalon infeksionin. Do të thonë është koha shumë I sigurt në përqindje. Është shumë I sigurt. Edhe për atë thash që konsiderohet si një mjet I parandalimit I cili është ardhmëria e parandalimit HIV-it në Kosovë, sepse gjitha investimet edhe ndërkombëtare tash kanalizohen ka PrEP-i më shumë, normal edhe te përdorimi I prezervativëve, I kondomit, ajo nuk është haru për një kohë gjatë dhe s'ka mu haru kur, se prej koknave të vjetra dhe përdoret kondomi. Do të thonë, po PrEP-i është ardhmëria e parandalimit, edhe mendohet që PrEP-i ka me ndiku shumë në uljen e prevalencës apo numrit të rasteve me HIV në botë, dikon deri në 2030 supozohet që ka me ul në një shkallë shumë të lartë transmisionin edhe përhapjen matutje. Shifni, qendra është e hapun 3 ditë në javë. Po nuk refuzohen edhe ata që vinë edhe ditëve tjera. Dhe me thonë, kjo është e mira asaj. Ekziston një numër I telefonit 038 512 që ekziston në klinikë infektive I cili mund të telefonohet edhe mund të kontaktohen ata persona, po edhe përmes organizatave jo qeveritare është bë kampanjë, do të thonë ekziston media sociale si mund të kontaktohen ata dhe
të bëhet ai që e thash që ai navigimi deri te klinika infektive në mënyrë që të vim në kontakt me personelin shëndetësor dhe ta caktojmë terminin më të përshtatshëm kur mundemi me shku aty dhe me e diskutu. Edhe mjekët që punojnë në për prep, janë mjekë që punojnë edhe në reportin infektiv. Reportin për HIV/AIDS dhe smundje seksualisht transmisive. Do me thonë, ata e kanë, mos thëmë si subspecializim këtë pjesë. Edhe vazhdimisht merren me persona që jetojnë me HIV. Po nëse Ministria dënë me zgjanu programin edhe në qendrat mjekësisë familjare, duhet më pas parasysh që ata mjek duhen me u trajnu mirë në këto çështje. Edhe duhet mu trajnu pak ma shumë në formën e komunikimit, sepse është shumë e rëndësishme forma e komunikimit, sepse nëse se ki një komunikim të mirëfill ty të hup kliente, edhe së vjen më korë. Kur jemi të na, a ekziston edhe injeksioni, apo janë vetëm hapat si fillim? Të na veç hapat i kemi. Edhe është për me bo injeksionin me programin e fundit global. Se këshirë kjo është shumë e shtrajt. Shumë është e shtrajt. Ajo që është brand, do me thonë, e Gileadit, dikun është $28,000 viti. Do me thonë, është shumë e shtrajt. Mirë po, Gileadi ka dhonë patentin, ja ka ofru disa kompanive farmaceutike për me bu generics, do me thonë materialin generik. Edhe ato kanë lidh marrëveshje me fondin global, do me thonë jam të folë për donatorin tonë, që me ofru këto deri në çmime $45. Do me thonë, po e sheh nësa është $90 viti më sa i bjen. Mirë, po për këto duhet shteti me shpreh interesim, edhe përmes fondit global me hy në listë të marrëveshjeve me marrë certifikatën, do me thonë të përmes Gileadit edhe kompanive farmaceutike si Motra që i ka autorizu ose i ka patentu, kështu që nevojitet një proces me shpreh interesimin. Edhe jemi në atë fazë ku me klinikën infektive me klinicist e kemi qu pak pluhun, që do me thonë me botë mundshme që 2026 në spaku Kosova me apliku për to. Me pas një interesim, një drejtim. Me pas një drejtim, e deri atëherë barnat janë sigurume. Do me thonë, barnat i kemi të sigurume deri në 2027.